Pas fjalimit që u mbaj ditën e hënë me kandidatët e deputetët fitues në zgjedhjet e 11 majit, mësohet se krye socialiste dhe kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një tjetër takim. Mësohet se këtë herë takimi do të mbahet me ministrat aktual në Gjirokastër. Një ditë më parë mblodhi skuadër 11 maj nga ku paralajmëroi ndryshimin në qeveri dhe PS. Duam ta nisim nga vetja për të ndarë mendjen si duhet mbi disa gjëra që duhen parë ndryshime dhe duhet të bëjmë disa ndryshime. Duhet të bëjmë disa lëvizje dhe heqjen e partisë në qeveri, u shpreh kryeministri Edi Rama. Nga ana tjetër, Rama i kërkoi fituesve të 11 majit të mos bëhen euforik nga rezultati i thellë për të përmirësojnë veten. Për ata që nuk ja dolën dot të triumfojnë, kryeministri ju ofroi të jenë pjesë e familjes politike. Për më tepër, Rama ironizoi dhe PD-n pas akuzave për tjetërsim votash, teksa tha se ishte fitoria dhe rezultati një pune sistematike organizative. Por Rama u tregua diku i ashpër, diku ironik e diku cinik ndaj demokratëve që akuzojnë për grabitje votash me përdorimin e shtetit dhe të krimit në zgjedhje. Në zgjedhjet e 11 majit, socialistët garantuan plot 83 mandate deputetësh në kuvend, ndërsa demokratët pothuan një kurrje të madhe duke mjaftuar me 50 mandate. 3 deputetë do të kenë socialdemokratët, 2 mundësia, një nga Shqipëria bëhet dhe lëvizja tash.